Në takimin 2 ditor të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel, sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, u përpoq të shuante shqetësimet e aleatëve europian, duke theksuar se SBA mbetet e përkushtuar ndaj aleancës, pavarësisht tensioneve të krijuara nga tarifat tregtare të administratës Trump. Ne do të mbetemi në NATO. Histeria dhe egzagjerimi që keni parë në mediat ndërkombëtare dhe disa media amerikane për këtë çështje janë të pajustifikuara, por ne duam që NATO të jetë më e fortë, tha Rubio, duke nënvizuar nevojën për një aleancë më efikase dhe të përgatitur ndaj kërcënimeve të reja. Një nga kërkesat kryesore të SBA-s mbetet rritja e shpenzimeve për mbrojtjen nga vendet anëtare të NATO-s. Rubio sugjeroi që buxheti i mbrojtjes të arrijë në 5% të PBB-s së çdo vendi, një objektiv që SBA-ja nuk e ka arritur ende plotësisht. Megjithatë, takimi u erësua nga vendimi i Washingtonit për të vendosur tarifa të reja për mallat europiane, duke rritur tensionet me BE-n. Ministri i jashtëm i Luksemburgut, Xavier Bettel, e cilësoi këtë si një moment të së vërtetës që do të përcaktojë nëse SBA dëshiron ende të ruajë marrëdhëniet e saj me Europën. Muajt e fundit, Donald Trump ka vënë në dyshim klauzolën e mbrojtjes reciproke të NATO-s, duke këmbëngulur që aleatët të rrisin ndjeshëm buxhetet e tyre të mbrojtjes. Kjo ka krijuar pasiguri për të ardhmen e aleancës dhe ka bërë që vendet europiane të shqyrtojnë strategji të reja për sigurinë e tyre.